Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lakra turshi nuk duhet kursesi të konsumohet nga personat që vuajnë nga kjo sëmundje sipas mjekut. Naturologu Georgiev Nazarov paralajmëron për efektet e mundshme të dëmshme për shkak të mënyrës së përpunimit të kësaj perime. Megjithatë, është e nevojshme të shikohet veprimi pozitiv dhe negativ i lakrës turshi, citoi eksperti. Për t'i vënë lakra turshi përdoret sasi e madhe e kripës, gjë që është e dëmshme dhe jo aq e mirë për shëndetin, sidomos edhe nëse pihet lëngu i turshive. Kur në organizëm futet një sasi tepër e madhe e kripës, personi mund të sëmurret nga rritja e shtypjes së gjakut dhe kripa në organizëm bëhet ngarkesë për veshkat. Shtresëzohet në nyje dhe në të gjakut, për shkak të kripës teprica e lëngjeve ngelet në trup dhe vështirë të nxirret jashtë, ndërkohë që kripa çrregullon raportin e kaliumit dhe të natriumit, ndaj ndikon në ngërçet e muskujve dhe gjithashtu në dhimbjet e qafës dhe të kurrizit. Nëse tashmë konsumoni lakër turshi, do të duhet ta tresni dhe ta eliminoni kripën nga artikujt e tjerë edhe në racionin tuaj. Shqetësimi në duar dhe në këmbë shpesh shfaqet si pasojë e disbalancimit të kaliumit dhe të natriumit, gjë e cili shkaktohet nga kripa e tepërt. Gjithmonë më shumë ulëntime tregojnë edhe për lidhjen e përdorimit të kripës në ushqimet dhe për shfaqjen e llojeve të ndryshme të radikaleve të lira ndikuese për shëndetin. Kripa nga lakra turshi nuk eliminohet në tërësi, madje as me larjen e fletëve përpara konsumit. Pra me lakrën turshi, gjë e cila padyshim është të dobishme, megjithatë duhet të jeni më të kujdesshëm me sasinë e kripës që shtoni në dietën tuaj. Lakra turshi ka aftësinë të mbushë organizmin me energji, të forcojë shëndetin e zemrës dhe të mbajë larg gjithashtu edhe komplikacionet. Çelësi vetëm kryesor që duhet të jetë piknisja e dietës suaj është sasia e konsumit të tyre dhe mënyra e përdorimit, ku më e këshilluara është ajo e përgatitur në kushtet e shtëpisë. Për te shijes fantastike, vlerat e jashtëzakonshme mbrojtëse të lakrës turshi për organizmin e bëjnë atë një nga arsyet kryesore për të përfshirë në kuzhinën tuaj, për të marrë këto përfitime dhe për të parandaluar komplikacionet. Lakra e bardhë turshi është plot me element të shëndetshëm. Ajo do të përmbajë fibra, një sasi domethënëse të vitaminës C, vitaminës K, gjithashtu edhe pasuron sistemin tuaj imunitar me nivele të mira të hekurit. Lakra turshi ka gjithashtu aftësinë të mbushë organizmin tuaj me energji, megjithatë duhet të konsumohet në sasi minimale për shkak të elementit të kripës që ka në sasi të larta. Studimet të cilave u referohemi sipas Health.com konfirmojnë se fermentimi i lakrës çon në prodhimin e një sasie të madhe të probiotikëve të cilët furnizojnë bakteriet e mira të stomakut dhe parandalojnë rritjen e bakterieve të këqija. Lakra e bardhë turshi mundet gjithashtu të forcojë sistemin tuaj imunitar, të sintetizojë vitaminën B, të luftojë diarren dhe të shkaktojë marrjen e elementëve ushqyes. Megjithatë, nxehtësia shkatërron bakteriet e mira, ndaj ju duhet të konsumoni lakra turshi të freskëta. Vlerat ushqyese të tyre janë mjaft të mira për shëndetin. Sasia e përshtatshme ditore e fibrave bazohet tërësisht gjithashtu edhe në shëndetin tuaj, në mbrojtjen kundër sëmundjeve kardiovaskulare. Fibrat e tretshme të lakra ndërlidhen me yndyrat e kolesterolit dhe i përcjelljin ato jashtë nga organizmi. Kjo nënkupton se gjaku përthith më pak kolesterol. Një filxhan me lakra turshi përmban 35% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës C dhe 23% të vitaminës K. Vitamina C luan një rol të antioksidantëve, ndërsa vitamina K ka ndikime në mpiksjen e gjakut, por të dyja janë thelbësore për kockat e forta. Lakra turshi ofron 12% të dozës rekomanduar ditore të hekurit. Burimet bimore të këtij minerali nuk garantojnë një përthithje efikase të vitaminës C për mirësimin e përthithjes së hekurit në organizëm. Lakra turshi ka gjithashtu vitaminën C dhe element të tjerë laktik që janë thelbësor edhe për përthithjen e hekurit në dietën tuaj. Aftësia shëruese e lakrave turshi i kalon shumë bimë medicinale të njohura. 100 gram të lakrës turshi do të gjeni 20 mg të vitaminës C.
Ato janë nga vitaminat të acidit folik, magnezit, hekurit, fosforit, kalciumit, kaliumit, natriumit dhe substancave të rënda dhe proteinave. Është një burim i shkëlqyer i vitaminës B12, prandaj rekomandohet veçanërisht për vegetarianët. Lakra e kuqe është ndër 7 herë më shëruese se lakra e bardhë, edhe nga ngjyra e saj tregon se përmban antocianin shëruese. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë edhe në traktin tuaj digjestiv. Ajo që e bën lakrën turshi të ndryshme nga lakra e freskët është edhe për shkak të probiotikëve që ajo përmban. Lakra turshi është një burim i fermentuar i pasur me kultura probiotike në mënyrë natyrale për organizmin. Prandaj lakra turshi është shumë e rëndësishme për trajtimin e komplikacioneve të shkaktuara nga çekulibri i zorëve, veçanërisht pas terapive me antibiotik, dhe ka efekte të dobishme për luktin e zorës dhe mikroflorën e tyre, duke e bërë edhe tretjen më të mirë. Lehtëson edhe djegjet. Lakra turshi përshpejton shërimin e djegjeve dhe vepron tek reumatizma dhe inflamacioni i venave. Përfitimet nga lëngu i lakrës turshi janë vërtet të larmishme. Lëngu i lakrës gjithashtu ka efekte të dobishme në favorim të shëndetit tuaj të përgjithshëm. Është i pasur me vitaminën C, me vitaminën K, vitaminën E dhe elementë të tjerë ushqyes mjaft të rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit. Prandaj duhet të përbëjë një piknisje vërtet të mirë ushqyese në dobi të organizmit tuaj. Lëngu i lakrës është një nga pjesët më të shëndetshme që mund të konsumoni. Është i pasur me polifenole, kalcium, magnez, hekur, fosfor, sulfur, kalium, jod, si dhe vitamina A, B1, B2, B6 të C, por edhe acid folik. Lakrat përmbajnë shumë polifenole ose siç njihen ndryshe si antioksidant që pakësojnë shfaqjen e sëmundjeve të dëmshme dhe atyre kronike. Mineralet të rëndësishme që përmban ky lëng e bëjnë atë të rëndësishëm në mbrojtjen e kockave, por edhe në uljen e tensionit të lartë të gjakut. Vitaminat që gjenden te lakra dhe lëngu i saj janë të dobishme për sistemin riprodhues, atë imunitar, shëndetin e syve, por edhe shëndetin e flokëve, të lëkurës, të mëlçisë, nervave dhe shumë të tjera. Lakra është një burim i shkëlqyer i vitaminës C, që ndihmon organizmin të jetë rezistent ndaj bakterieve, radikaleve të lira dhe virozave. Lakra përmban shumë vitaminë C më shumë se portokalli, një karakteristikë që e bën lakrën të dobishme kundër shumës sëmundjeve. Lakra është një nga ushqimet më të pasur me vitaminën K, e cila është thelbësore kundër sëmundjeve në zemër dhe atyre të kockave. Lëngu i lakrës trajton ulçërën në stomak. Ky lëng i pasur me vitamina dhe minerale forcon rezistencën e shtresave të stomakut ndaj acideve. Lëngu i lakrës përmban antioksidant, lutein, që luajnë një rol të rëndësishëm edhe në shëndetin tuaj të mëlçisë. Mëlçia luan një rol të rëndësishëm edhe në metabolizmin tuaj. Lëngu i lakrës do të ofrojë përfitime mjaft të mira ushqyese për shëndetin e përgjithshëm. Sigurohuni që të përfshini lakrën në dietën tuaj, pasi mund të ofrojë edhe shumë përfitime mbreslënse. Lëngu i lakrës pastron sistemin tretës sepse përmban shumë ushqyes. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një gote me lëng të lakrës me stomakun bosh. Vlerat që do t'japin trupit tuaj do ta bëjnë një nga aleatët më të çmuar të rritjes së rezistencës së imunitetit dhe mbajtje larg të këtyre shqetësimeve. Pini çdo ditë një gotë me lëngun e lakrës, e cila do të sjellë rezultate të kënaqshme në mbajtjen e shëndetit më të fortë, parandalimin e këtyre komplikacioneve dhe rritjen e përfitimeve të trupit. Ndaj, nëse doni që të përmirësoni shëndetin, përfshiheni lëngun e lakrës vazhdimisht në dietat tuaja, si një element të shëndetshëm dhe me efekte pozitive në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.